Ministria e Mjedisit dhe Ministri Sofjan Jaupa i prezanton riciklimin e letrave në një nga këto qendra që riciklojnë letra që t'i bëjnë kështu, domethënë për këtë për mjedisin e për këtë për të mirën e popullit dhe të njerëzimit dhe këto nëse aksion. Këtu riciklojnë letrat, më shumë të kohët e fundit në kanë ardhur edhe letra nga bashkit, nga ministrit. Domethënë letra që ata si duhen më, nuk është se si duhen, domethënë që si duhen që s'duhen të ekzistojnë më si letra. Dhe të normalisht vinë këtu, sharrohen, grisen, bëhen, zhduken me pak fjalë që të mos ngeli as nam as nishan as i gjë që t'jetë kështu e kontestueshme. Ne vinë domethënë ditë për ditë, dokumenta nga Bashkia e Tiranës kanë ca kohë që s'vinë më. Po gjithsesi, kur vinë me tufa, vinë me maune, me saurela, i sjellin këtu, thënë kujdes të zhduken mos ekzistojnë më. E ato pastaj zhndrohen në kartolina, që dërgohen për festat e 7-8 marsit, vit në ri, për në i ditëlindje, për në i gjo, edhe që mos ndoset as mjedisi. Domethënë sepse po t'i hedhësh letrat në rrugë, është problem se ja i gjeti në njoni shef aty dokument që ka firmon se zem në i Daliera, në i Kudigjon. Kështu që riciklimi është jetë për planetin Tokë. Riciklo dhe ti. Stop, e kemi!